Tre vëllezër të shkolluar në Perëndim, ushtarak, karriere dhe atletar të përkushtuar, pasardhës të një dere patriotësh dhe luftëtarësh të paepur, pjesëmarrës në ngjarje të mëdha të historisë së vendit. Të tre ata do të merrnin një goditje të rëndë nga regjimi komunist që në ditët e para të instalimit të diktaturës. Ata ishin nipërit e Ndue Prelës, me rënjë në Nikaj Mërtur e të vendosur në Dukagjin për mbi 4 shekuj. Ata, ashtu si pasardhësit e tyre, edhe ata shquheshin për trimëri dhe atë dhe dashuri. Det Thani, Mark Thani dhe Pal Thani ishin djemt e Colt Ndout, vrarë në vitin 1913 në betejë me pushtuesit slav, po në luftë me slavët në 1915 ishte vrarë edhe gjyshi i tyre Ndue Prela. Lindur e rritur në këto rrethana luftrash dhe heroizmi, tre vëllezërit Thani do të rriteshin pa baba, vetëm nën kujdesin e nënës të tyre. Por ata do të shkolloheshin të tre në Perëndim dhe do t'ja kushtonin jetën robës ushtarake dhe në shërbim të atdheut të tyre. Do të dilnin kundër çdo qeverie, sa herë shihnin që viheshin në lojë interesat e vendit. Qëndrimi atdhetar që ata do të mbanin edhe gjatë viteve të luftës do të pasohej me zhgënjim, kur fatet e Shqipërisë do të vuloseshin pas luftës me një diktaturë të pashoqe. Kësaj të tre do të merrnin vendimin për t'i dalë kundër komunizmit, kur pan se për shkak të kësaj ideologjie po tradhtoheshin interesat e kombit. Kollë tre djelë, Det Thanin e Pal Thanin e Mark Thanin. Këta i mori nëna vetë i ulin Shkodër, i çojnë shkollë, Det Thanin ka marrë shkollë në Austri për shkenca politike. Pal Thanin e Mark Thanin kanë marrë shkollë në Akademinë Ushtarake në Itali, e kanë dalë oficera me gërëtat në alta të dy. Pal Thanin kolonel, Mark Thanin major. Kur ka hi Italia në Shqipni, Det Thanin ka një parë shqiptar që e ka kundërshtuar pushtimin e Italisë me mjetet, me shtyp, me mjetet kohë që kanë atëherë. Edhe Pal Thanin e Mark Thanin, oficerë kanë dalë kundra kësaj ushtërie dhe kundra këtij pushtimit edhe ata. Det Thanin ka qenë një intelektual i kësaj dere i formuar në Perëndim, edhe ka pas një karrierë politike të suksesshme. Megjithatë, Det Thanin ka shërbyer në Tuzë si kryetar komune prefekt, në Shkodër, në Fier, në Reskovec, edhe në Kosovë. Det Thanin është babai i Tinka Kurtit. Tinka njihet shumë mirë si artiste, është bie kësaj deret, edhe në këtë derë ka pas babën, gjyshin, vëllezërit e azhat e të gjithë. Edhe ajo i bën nerë jo vetëm kësaj dere, po gjithë Shqipërisë dhe artit shqiptar, si bi fisnike. Fundi i luftës së dytë botërore do të jepte shenjat e para të egërsisë së regjimit të ri që po vendosej në Shqipëri në fund të kësaj lufte. I pari ndër vëllezërit Thani që do të përballej me komunistët do të ishte kolonel Mark Thani, i diplomuar në Akademinë Ushtarake në Modena. Ai do të pushkatohej pa gjyq nga partizanët shqiptar në vitin 1944 në Prizren. Mark Thani iku në Pezren prej kësaj luftet, u rrethun në Pezren prej forcave të Sheshqet Peçit, kur ju marrën fishek, ka rallum Pezrenit, është mytën ujë në Pezren. Në kujtimet e lëna nga ishi burgosuri politik Ahmet Bushati, në librin e tij Në gjurmët e një ditari, Shkodra në vitet e para nën komunizëm, do të shkruaj për vrasjen e Markut. Marku, aq i respektueshëm prej gjithëve, do të pushkatohej në Prizren prej kriminalit Shefqet Peçi, bashkë me 11 oficerë të tjerë nacionalist të pafajshëm, mes të cilëve edhe një tjetër oficer nga Shkodra, Ndot Spaci, që atje në Kosovën e çlirueme prej serbëve, kishin pas shërbyer në ushtri, me të cilët Shefqet Peçi edhe vetë si ish oficer karriere kishte kenë koleg. Po ashtu, pas Markut, edhe Deda do të ndëshkohej prej komunistëve. Në kujtimet e Ahmet Bushatit gjejmë këto rreshta që flasin për fatin e tij dhe ndëshkimin që mori pse donte bashkimin e kombit,
si ai edhe i vllai Marku. Ndër 3 vllaznit Thani, 2 prej tyne, Marku dhe Deda, detyrimin e tyne ndaj Kosovës martire do ta pagueshin, i pari me jetë, kurse Deda me 14 vjet burg. Në një prej rrëfimeve të saj dhe në viteve të fundit, aktoria Tinka Kurti ka treguar shumë detaje biografike rreth të atit Det Thani. Babai im quhej Det Kol Thani, nipi i Mehmet Shpendit të famshëm nga zona e Nika i Mërturit. Babai kishte studiuar në Akademinë Ushtarake në Graz të Austrisë dhe në kohën e mbretërisë shërbente si oficer i pallatit mbretëror. Në fakt, me bindje ai ishte një mbështetës i hapur i Fan Nolit. Mbas rrëzimit të Nolit nga pushteti, mbreti e dënoi me vdekje baban tim, si dhe shumë kundërshtar të tjerë. Në këto kushte, i detyruar nga rrethanat e kohës, ai arratiset në Cetin të Malit të Zi dhe më pas shkon në Sarajev, ku njihet me nënën time Elisabet, një vajzë shumë e bukur hungareze, të cilën më vonë në Shqipëri do ta thërrisnin Saveta. Aty, nëna lindi një vajzë e cila vdiq shumë shpejt. Në Sarajev, në Babi Subashka, linda unë më 17 dhjetor të vitit 1932. Në këtë periudhë, mbreti bëri një amnisti të gjerë ku i fali të gjithë kundërshtarët e tij politik. Nga kjo amnisti, fitoi edhe babai im Deda. Mbreti e kërkoi sërish të kthehej në punë si oficer në pallat, por babai nuk pranoi. Pasi punoi disa vite si kryetar komune në Peqin, në Darth të Korçës e tjerë, në vitin 1940 ai emërohet kryetar komune në Roskovec. Mëtej, siç rrëfen aktoria, i ati kishte shërbyer edhe në Skrapar, ku në ato kohë të vështira të luftës së dytë botërore, ai kishte ndërhyrë dhe ju kishte shpëtuar jetën 10 burrave. I tillë ka qenë babai im, një njeri me kurajo, i fortë, një shqiptar që donte bashkimin e të gjithë trojeve shqiptare, asgjë nuk kurseu për Shqipërinë. Në përpjekje për të ndihmuar realisht lëvizjen për bashkimin e shqiptarëve të Kosovës dhe Malit të Zi, arrestohet dhe dënohet nga serbët me 25 vjet burg, të cilat i kreu në një nga burgjet më të tmerrshme të ish Jugosllavisë. Manej për të folë për Pal Thanin dhe Mark Thanin, edhe ata kanë një kapitull veçantë, janë të 2 oficerë të lartë të Akademisë Padovës në Itali, intelektual me formim pranimor, opozitar me režimin e Zogut, opozitar dhe të papajtueshëm me sistemin e ri komunist, i cili u bën shkak që këta ti sfidonte dhe ti burgoste, ti internonte edhe ti ekzekutonte si ka vepruar një pjesë të madhe të elitës intelektuale kundërshtare të tyre. Ndërsa askush nuk kishte gjetur qoftë edhe një gjurmë nga ekzekutimi i Mark Thanit në Prizren dhe Deda ishte dorëzuar prej komunistëve në duart e jugoslavëve që do ta burgosnin atje për më shumë se një dekadë, në Shqipëri kishte mbetur vetëm Pali, i rebeluar ndaj komunistëve dhe i bashkuar në Arati në mal me nacionalistët. Historia e tij e rebelimit do t'i ngrinte në këmbë gjithë krerët komunist të zonës së Shkodrës dhe hakmarrja fillestare e tyre ndaj tij do të rëndonte fillimisht mbi familjarët e afërt, kryesisht femra, motrën e tij Marien me të 2 vajzat, fillimisht Terezinën dhe më pas edhe Lizën, mbesat e Palit, dhe bashkëshorten e tij, sopranën italiane Giulietta dhe djalin e tyre, foshnjë 3 vjeç. Të gjithë ata do të përfundonin në byrucat e burgjeve të Shkodrës. Kur hini komunizmi, Pal Thani u bashku me ta herë, se kishin nevojë për oficerë ata. Mi vërtuj po që nuk po dalin fjalë si ishte në propaganda e komunizmit, dezertoj e iku për ushtëriet edhe duel në mal. Unë joftater me krente e balët kamtarë të verjut, me numira Shpalin, me Kolbi Mirakën, me Vaskirin, me Dheshmarashin e Malësis Malle, bile me Dheshmarashin organizuar dhe i kërën ngritjen në shkurt 45, Malësit Malle. U shpërda kërën ngritja këtu, se partizanët ishin ma shumë erën forsat për sendrume, e shpartalluan, kërën ngritja Dheshmarashit. Malësia i ka thonë levizja Dheshmarashit bile.
Palë thane vetë i të reti iku për e kësaj luftet, duhet në bje shkelit me 2 luftar tjerë. Ka jetu do muaj në lidhë shkelit thonë një vend një shpjellë atje, ku ishin 5 metër borë. Mas do kosh kanë shku roptan me burra thonit e kanë marrë, e kanë tru plan. Ka dimnuj dimën në plan në për shpjellë, në për shpia se ishte ka qak, e ka dimnuj në për plan. Doli i fale, Enver Hoxha falë se si ti fale, kush të fale durët me gjak, është i falën më dërzua. Edhe këta, kjo, në atë kohë kjo ishte në bishtë pohut, një 4 orë lërë shpisë tonë, ku ishim thënë, ka dalë ama për i Shkodrët, ka të shpjevën, ka shku me peltohën me midhniken, e i kanë të kohë atër, ka qakën bishk, i kanë thonë jeshtu është zena që ka thonë në Enver Hoxha, mirë për të i besua, bezvet, njëri e fjallës vet, e tradita vetë veda, u dërzua kë, e qonë këtë shnjet, e ullën prefekturë Shkodër, dhe ka dek në tërtura në të si Shkodër, Palë Thani. Palë Thani, i cili është dërzue në bes të komunistave, të asaj kohet, e burrat njoftën, që e kanë marrë në bes, është dërzue shtetit për t'i falë jetën nga si nuk kishte la durët me gjak. Edhe e prej në bes, ma në fund, jo me vra me plëm, por e kanë mytë në burgjet e Shkodrës. Dymbesat e Palit, vajzat e motrës së tij Marie, Terezina dhe Liza Pali, kanë zbardhur me dëshmit dhe kujtimet e tyre një pjesë të mirë të historisë së dhimbshme të dajës së tyre Palë Thani. Siç ka dëshmuar Terezina, pasi Pali u arratis në mal dhe u bashkua me nacionalistët, ajo u arrestua së bashku me bashkëshorten e dajës së saj Gjulietën, një soprano e bukur italiane nga Modena, me të cilën Pali ishte dashuruar në kohën e studimeve në Itali. Gjulieta do të mbahej në birucat e Shkodrës për shumë kohë bashkë me djalin e tyre 3 vjeçar, Frankon. Vetëm kur Pali do të dorëzohej në duart e komunistëve, ata do ta lironin Gjulietën dhe djalin e vogël Franco, por do të mbanin në burg ende mbesën e tij Terezinën. Në qelitë e sigurimit, Palë Thani do të torturohej për vdekje për muaj e muaj me radhë. Në kujtimet e saj, Terezina e ka të pashlyer një skenë makabre në burgun e Shkodrës, kur një prej oficerëve të sigurimit kishte sjell Palin para dritares së qelisë së Terezinës dhe atje e torturonin mizërisht para syve të saj, duke llataristur të gjithë të burgosurit. Mbi torturat që provoi në burg, Palë Thani ka dëshmuar me detaje rrënqethëse edhe mbesa tjetër e tij, Liza. Ajo ishte arrestuar pothuajse një vit pas motrës së saj, Terezinës. Ende nuk kishte bërë 18 vjeç dhe do të provonte në hetuesi tortura që as imagjinohen dhe po aty do të shihte se si e torturonin për vdekje edhe dajën e saj Palin. Në një dëshmi dhënë studiueses Fatbardha Mulleti në vitin 2006, kur ishte në moshën 78 vjeçare, mbesa e Palë Thanit, Liza, thot ndër të tjera: "Mandej më kanë çuar tek birucat. Ishte koha ku po bëhej gjyqi i zotit Fahri Rusi, adhetar dhe antar i Ballit Kombëtar në Shkodër, të cilin e pushkatuan. Ndigjoja se si i torturonin burrat dhe britmat e tyre më tronditnin shpirtin. Më çaj zemra nga dhimbjet që ata të shkret po provonin. Frika të hynte deri në palc. Më lidhën duart e më la në korridor. Ma ndigjoj zanin daja jem Palë Thani që i kishin torturuar në mënyrën më të shnjërzore dhe i foli rojës. Kam 14 ditë pa ujë, më sillni pak rrush sa të lak gojën. Kërkojuan i mbesave të mia, Terezinës dhe Lizës, i shkreti daj. Nëpërmjet atyne fjalëve, na dërgoi mesazhin e tij që e dinte se mbesat i kishte në burg dhe nën torturë dhe më la me kuptue që në minutat e fundit të jetës së tij po mendonte për mbesat e dashura, të cilat po provonin edhe ato tortura. Atë natë, daja jem Palë Thani, kapiteni i ushtrisë shqiptare që ishte diplomuar në Universitetin e Parmës Itali, vdiq nën torturë dhe i etur për një pikë ujë. Më çuan në birucën numër 14.
aty ku kishte vdekur Daja. Lajmi i vdekjes së Palthanit do të qarkullonte në të gjithë qytetin e Shkodrës. Sigurimi i shtetit kishte nxjerrë versionin zyrtar të vdekjes, sipas tyre pas një ataku kardiak. Ndërkohë, mbesat e tij e dinin mirë se ai kishte vdekur nën tortura. Tragjedia kishte pllakosur familjen e Palit dhe veçanërisht Xhulietën, e cila me një fëmijë të mitur 3 vjeç ende i rrugëve të Shkodrës në kërkim të trupit të bashkëshortit. A një shpjegim për fatin e tij. Kur kuptoi se ishte një betejë e humbur, Xhulieta u detyrua të merrte të birin dhe të nisej drejt Italisë. Asaj i lejoi të kthehej si shtetase italiane, por i biri ishte me shtetësi shqiptare. Familjarët e Palit gjetën një mundësi klandestine përmes një anije që nisej atë vjesht të vitit 1946 nga Durrësi drejt Italisë. Fati i ndihmoi të mos zbuloheshin nga sigurimi i shtetit dhe të dy, nënë e birë, mbërritën të sigurt në Itali. Gjatë viteve të regjimit komunist, Xhulieta mbajti kontakte me mbesën e Palit Terezinën. Madje, në një rast i dërgoi edhe foton e Frankos, 18 vjeçar, me një shënim nga pas. Ajo u nda nga jeta para se diktatura të binte në Shqipëri, pa pasur më mundësi ta shkelte këtë vend, ndërsa Franco nuk erdhi asnjëherë në Shqipëri. Me sa duket, ai nuk ka dashur ta shohë më atë skenë ku u luajt tragjedia e dashurisë së prindërve të tij. Ishte fundi i viteve 40. Tashmë, në familjen Thani 2 burra ishin zhdukur, pa nam e nishan. As trupat nuk ju ishin dorëzuar familjes. Kishin luftuar gjithë jetën për atë dhe si shpërblim kishin marrë vdekjen prej komunistëve. Ta 2 kushit që kishin bënë fi shkollë ishin oficera. Të asaj kohën me kohët zogut e ku pëdiu. E janë disa arsye që vetëm me zhduk a ke parasysh. Edhe të përgatitur ishin, edhe të zëtë. Si familje këto ishin në zau, një pa këlmenit një atje hotit që organizon si Katrin Tomi, Katrin Tomi e Tom Tahirit, kush organ Tom Tahiri atje, u deshe me zhduk ta. Të ishte gjithë loja. Del thonin e mune e që në burg në Jugoslavi, e ka ma 13 burg, në 4 burg, 4 në Jugoslavi, u liruar të shtëpia ka dhe kënë Shkodër të shtëpia e vetaj. Kësisoj, i fundmi vëllezërve Thani që kishte mbetur ende gjallë, ishte Deda. Pas viteve të gjata e të vështira në burgjet slave, i dërmuar fizikisht dhe shpirtërisht, ai ishte kthyer sërish në Shkodër për të jetuar vitet e fundit të jetës pranë familjes. Në kujtimet e saj dhe në studiueses Fatbardha Mulleti në vitin 2006, Liza Pali ka dëshmuar edhe për pjesën e fundit të jetës së dajës së saj, Ded Thani. Ishte i vetmi që u kthye, mbasi mbaroi dënimin në ish Jugosllavi. Punoi punëtor krahu, derisa vdiq nga sëmundja e kancerit, që ju shpif prej tmerrave që kishte pa dhe kalue vetë ndër burgje. Me vdekjen e Dedës mbyllej një prej kapitujve më të dhimbshëm të fisit Thani. Komunizmi i kishte rënuar familjet e tyre. Ata që kishin mbetur pas, i ishin nënshtruar një persekucioni të gjatë deri në fund të diktaturës. Dega tjetër e fisit të tyre, që rrithte prej nok prelës, do të kishte një tjetër sag të dhimbshme e të përgjakur me pushkatime, tortura e vite të gjata e të vështira në përburgje. Nosh Rushaj, pasardhës i kësaj dege, prej stërgjyshit të tij nok prelës, thot se vuajtën të gjithë, gjyshrit, babai dhe xhaxhallarët e tij, kushërinjt dhe ata vetë një për mbesa që kishin lindur në komunizëm me damkën e armikut të popullit. Atër më nisën në gjithë fisin, edhe në gjithë dëshamirët si rishëm në përkrahi me ta për me torturua, me i masarua, edhe dëshamirët, le fisin e të lagjes, si mos t'i lanë të muharlis, vesh më puk, gjdo del, gjdo pra t'i fisit. Gjdo dëritim, po ta sudërzu nësirë, vetëm të Zoti.